Përshëndes të gjitha bjondet që me zi pritën dali dili tani e pinkatën hije. Përshëndes të gjithë maturantët që huel muan me tas kebab. Përshëndes të gjithë martuarit që pagu gjithë se cili kafe në vetë. Me hale, pa hale, ne jemi fix fare! Devo, qa ka not, Devo? Si qa ka ndodhë? Qa ka not, Devo, se qynë 6 mëngjesit e jashtëzakonshme, e habishme, madhështore, u futën bëjevla, qa ka ndodhë? Jo, Po jashtëzakonshme që me mëngjes më buri dhe. Jo, është bërë nami më po them. Ore, a lexon ti gazeta, nuk lexon. A ke part, ore. Pash vetëm titullin më dha. E jashtëzakonshme. A me kështu historike. Ska ndodhë ndonjëherë. Për herë të parë. Qa ndodhi vlla? O Basha kishte taku Trumpi, kishte bërë një foto dhe ti. O qetësoro më buri dhe, nuk kemi hyrë mbeo, jo, ja se ka RD-ja. Historike. Kryeministri i ardhshëm Lulzim Basha takohet me presidentin Donald Trump. Dori, foto, Dori, të lutem. Foto. Faj, po që ka vendosë, kryeministri ardh. Priti herë të bëhet kryeministër. Si u vendos? Jo, më jo, e shkruajnë ta, jo se u vendos. Po gjithsesi, Dori, kjo gazeta Tema, si qa ka shkruajtur sot? Qa ka shkruajtur? E lexojmë kot për kuriozitet. Po lexojmë, se kam 100 pikë pyetje. E thonë të temës, se e një të qinju, thoni e tham ne. Ta e thonë. Thot, në takim, thot, për Bashën, shkon si biznesmen. Lulzim Basha, presje, $20,000 për një foto me Donald Trump. Ja, sa shtrenjt e pas kanë foton këta? Jo, këtë nuk mund ta themi. Këtë le ta thot vetë Basha. Këtë le ta thot Basha, edhe qa bisede bëri me lapsi, ishte biseda ka që jashtëzakonshme. Nuk është historike një foto që bëri Basha me Trumpin. Po qëfar biseduar më në thoni më? Ore, a e pyti për qepet e malishit mërburë. Ore, mi të gjitha, shiko se janë në merak fshatarët e Lushnjës. A i pyete për Kastravecin e Lushnjës. O, Basha, pyete Trumpin. Dhe unë do t'ja them presidentit Trump kur të takoj, të ishi sigurt. Do t'ja them që fermeret e Burimasit, Devollit, Zëmblakut, Korçës dhe fermeret e gjithë Shqipërisë presin që unë ta zbatoj modelin e tij. Po presin ata. Po gjelat në Peqin, ty përgjigje. Ore për gjelat në Peqin, e ka pyet më. Ore për gjelat e Peqinit se po presin gjelat e Peqinit. Apo ngritët të dy si gjela bët vetëm një foto. Apo thjesht bët foto. Po na sqaroni tani ju, lutem, çfarë biseduat me njëri tjetrin? Ore nuk më zgjumë po them. Dori do t'japu numrin e telefonit, fol vetëm me Bashën. Ne nuk na ka thënë gjë akoma. Nëse gjithsesi, shqiptar, keni vënë re në për edicionet informative ose lartë e poshtë në për televizione, që këta politikanët e kanë shpërsuar qik gjunë, Dora. Ja, nuk flasin dha i shkeq. Po si jëre? Po pse më nga... Jo, ashtu nuk po shajnë. Për shumë motrës nuk i bëjnë më të falë, as mamit. Jo, po njëri thotë Karagjos. Po mirë. Tjetri thotë Hajdut. Ashtu them dhënë ty, edhe unë ashtu them ty. Si më thua mua? Makinë qastë. Po nuk është gjua që duhet përdorur për të shkuar në Europë, më Doro. Po gjithsesi kemi dërguar avokatin e popullit, Fonin ton legjendar dhe ka pyetull... Po, është një kapitull i mbyllur. Nëse, ka pyetur popullin. Çfarë mendimi ka për këtë gjunë e ashpër të politikës? E ndjekim pak. Na tërbuan që u tërbofshin. Si shke, bre? Na tërbuan që u tërbofshin me politikë nga mëngjesi në darkë, nga darka në mëngjes. Shke me politikë, bre. Ore, na tërbuan, ore. Sapim do televizorin. Edhe... Thot, një është Karagjos, një është Pipabes, një Flëgjum, një kështu. Ne s'dim ku të vend. Dini ju ku të veni? Ku të vesh? E kë? Shqipun të tuja ti më shifat të tjertë. Ku pyet kë për ne, maj? Puna është, a i shikon punën time? Dhe një gishtin kokësat e bëjti. Po ta thom unë. Ma të ma thua që? Po kuj t'jap që votën? T'jap që votën asaj partije që nuk i ka këto gjëra. Dhe cila është ajo? Dhe partia e tij është partia komuniste. Pa mundur. Partisë komuniste, pik. Shqipëria nuk zgjidhet. Shqipnia s'pot me shqiptar. E më legja, dhe në moj më more rruganë.
Ata që digjen, këtë me si jemi ne do vim ku të vim. Po bërë 27 vjetë kjo punë. Asë njëra, gjithë premtojnë pensionet, do t'i rrisim, mirëqenjën do t'a regullojmë. Edhe nuk e duam të na i rrisim pensionin, kështu me këtë pension duam të rrim. Ashtu, ha? Nga i nati tyre, nuk e duam na i rrisim pension. Po ato morin miliona. Ata le të marrin lekët, ne të kemi shëndetin, ata le t'i marrin lekët. Shëndetin e, parat ata. Shëndeti o kresor, ja. Uri, po pse i votojmë, dakor, të pakënaqur dhe vemi votojmë. Është mikropi jonë që i votojmë. Më pëlqen që e përgatitur për zgjedhje. Ke marrë shkopin dhe të parit... Allah, jam pash pi pa punë rrugave. Me kanaqe ha buk, shes kanaqe ha buk. Unë do bëj këtë, unë do bëj atë, unë do bëj këtë. Ne dim që na gënjen. Po do t'i që na pëlqen dhe ne që na gënjejnë ata. Na pëlqen. Na pëlqen t'i dëgjojmë që na gënjejnë. Na pëlqen sa? Na pëlqen. Po prap. Është si puna aty që vetë kërkon nusen. E thot, e kam dhëndrin, e kam të mirë. Kështu, ashtu, ka këto të mira, ka këto... Kështu është punë e fushatës. Pastaj kur martohet, kërcet. Të lumt gara. Kjo është. Të lumt gara. Kjo është fushata. Bjeri qeni, sa t'i vinë mëndës? Punajqin, ka pakun e kokës punajqin këta politikanët këtë ditë. O me këtë do vej me të pabesin, me atë që flëgjumë, po me karagjosin? I jenë bon, s'ka. A i që beso grus, është burë koti. është keq, më të gjohë mua. është keq. Me Xhelilurin ka gjumë. Me këta Karagjoz! Të pabesve! Me këta politikanë që do bëjmë? Na kanë turbulluar, na kanë shokuar, na kanë hequr trurin. Por menimin tem, une kot me votu. Kot? Kot po lodhemi, kot. Kot them dhe unë. Që të bëjmë? Them dhe unë, po. Ja, nuk është ashtu unë. Ki popull... E mora vesh? Nuk është ufa. Jo, është qufo. Pse shkoni voton populli? Se i pëlqen të gënjet. është kjo? Populli është idiot në shkafsh. Qenë ka djallë të rim. Ja, në mas e thuja të laf. Asi he. Më falë. Qa u hynë dhe pat... Jo, ka të drejtë, zotri. Gjamu, me nesh me a kafqa se sa robi. Populli, ka faj që voton ata që gënjen? Populli s'ka faj? Ka faj populli atë që gënjen. Shtu pra, po ti mos u gënjim, o shi. Po shgënjim, pse ma gënjim, shgënjim. Dori, gjithsesi shiko, sa do jemi në 2017, sa do vishemi bukura, krekosemi, andej këtej, po prapa i damari shqiptarit nuk na ikën e. Po s'të shava qik mirë unë ty në fushat, po ja, nuk e kaptoj do, po bre. Po s'të mora njerë që në 90, unë kuptoj qa ke bërë që në 90, si ke qënë. Kë ke pas me kë ke shku, qa ke pi, qa ka motra dhe ka pas motra. Edhe pame. Po pse më falë vjerit, nuk do i bishi qik? Po, t'i bish më. Dersa nuk i biti vet, i bie unë për të vjerit. Me libër shpije, po gjithsesi këtemi aty tek buka jone për ditshme, tek hallet e popullit. Dhe kam mbritur një video nga populli, Dori. Nga Durrësi. Nga Durrësi, shiko pak peripecit që heq një autobus në rrugët e ngushta të Durrësit. A shiko në Doro, si hap njëri rrugë më buri dhe hot. E kem vërën të gjithë t'ja hapi, pse t'ja hapi, është autobus. Si autobus? Ore, unë nuk e hap ambulancës mërti, zotri. Ore, seriosisht e ke Se ka makinë mirë, du t'a parakalojmë, zotri. Pse kështu është rregulli këtu në Shqipëri? Kush do let presi, Lale? Po hapi një rrugën autobusin, ma ambulanca, autobus, zjarë fikse, janë të parat, pastaj vinë makinat luksoze, ju lutem, o shqiptar. O, devo! Aq rrugë ke, vlla. Si aq rrugë ke? Ja, nga kaj që ke rrugët. Këtu duhet kalojnë gjitha. Më fal një sekond. Këtu duhet kalojnë. A ke bo pallate këne, a ke bo gjëra këte? E kam dëgjuar këtë legjendën që po që rruga e madhe, mund të kalojnë makinat. Jo mos të lëm prapë. Ashtu, u bë një rrugë e madhe të lagjejme, do të që parkonin dysh. Si dysh? Parkonin dysh. edhe tresh. Po, edhe blokohet rruga. Tani edhe makinën kështu. Ç'na gjeti. Ose ka shtet më zotri prandaj. Po jo. Dori, në fillim duhet bëhemi ne njerë si njerëz, pastaj të kërkojmë edhe shtetin. Fal personale me mua ke këtë. Me ty e kam. Me ty. Kthehemi pas pak, publicitet. Heqa teme kemi pas pak. Qa teme ke sot? Sa them?